Për shëndetin nga kuzhina njerit, sot kam mendo me juve edhe një recetë natyrale e cila përbëhet nga vetëm 2 përbërës natyral. Një recetë shumë e shëndetshme, natyrale, pa asnjë efekt anësor për shëndetin. Është një recetë natyrale që përbëhet nga vetëm 2 përbërës natyral. Ai përbërës natyral është, siç po shihni në video, janë farat e karanfilit, gjithashtu edhe ujë të nxehtë, dval 200 ml që na nevojiten. Për çka shërben kjo recetë natyrale, ju tregoj tash. Për juve që keni probleme me humbje të peshës, për juve që keni probleme me artritin, me dhimbjet e eshtrave, ndjeni e lodhur, keni probleme me tretjen e ushqimit, keni probleme me fryrjet e barkut, keni probleme me gazrat në trup, shumicën e rasteve që më shkruajnë edhe motrat, keni ndonjë recetë për gazra, është kjo. Është një recetë mbasi që të konsumoni ushqimin edhe keni gersha në bark, fryrjet e barkut, keni dhimbje për juve femrave, çdo muaj nga menstruacionet, edhe ndini tepër e lodhur, është po ashtu. Edhe për humbjet peshës po ashtu ndihmojnë farat e karanfilit. Janë shumë të shëndetshme për qarkullimin e gjakut, janë shumë të shëndetshme për diabetin, për rregullimin e insulinës, që ja vlen ta provoni secila motër, secili vëlla. Është recetë natyrale pa asnjë efekt anësor për shëndetin. Përgatitjen e bëni kështu. I merrni 7 deri në 8 farat e karanfilit, të cilat e gjeni në çdo market ushqimor, si në Kosovë, si këtu në Gjermani. 7-8 farat karanfilit edhe i qitni në një tazë të çajit, e merrni ujin e val, pasi që e keni vlu, i qitni farat e karanfilit edhe në ujë të val, e mbuloni tazën që të qëndroj 10 minuta. I largoni, i kulloni farat edhe e pini këtë çaj, e pini sa herë doni ju gjatë ditës. Mundi 3-4 herë sa herë ju të keni qef me pi. E shifni vetë edhe keni mu bind vetë qa kom ju ndihmu edhe është shumë i shëndetshëm. Në shumicën e rasteve, sidomos do motra që përshënojnë për komente, për këtu punë është mjeku. Ju motra vazhdoni me mjek, inshallah ju jetë në i cent në gjep, ju uroj shumë që t'ju jetë në i cent në gjep, edhe po shihen të mirat nga mjekt, mos ju lash Zoti pa ta, ose Allah i për ndryshe, ne vazhdojna me këto natyralet. Për juve që nuk po besoni, Janik Anena ka Instagrami, faqja ime në Instagram, Kuzhina e Nerit, edhe e shifni çdo ditë faktet prej kujna po kanë efekte, apo kanë prej qytyne natyrale që na ka falë Allahi, a prej qytyne që po shkoni çdo ditë në përbërnatore me kanë qese edhe pileni që të edhe kërkujna. Kështu që nuk ka gjë më mirë, gjithmonë e them, se me qenë njëri mjek i vetvetes, me qenë edhe mi përdor vetëm recetat natyrale. Kur ka ekzistu mjekësia popullore, mjekësia tjetëror ma vonë. Kështu që përdorni edhe shifni vetë edhe bindeni vetë për efektin e farave të karanfilit. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta fëmija, faleminderit për përkrahjen që ma bëni komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga Kuzhina e Nerit, ju them, miru pafshim.